muna më këthi për që. Se edhe unë jam 7, e kam 60 në zemën, në varna për mjekësien gjërë. Është shumë i rodhlo. Për para na ka bo rasti 5 vite, s'kemi ndëgju me familje tonë heqë. Po, që me bo? Që mërzita ku shkoj mastestra, po s'ka këtu mjekësi, unë nuk u gjë me vendosë, me mos shoqë, me mos e shoqë. Pak plak jam në komisionit, qëtash me ta po në pikë gjakun, jam shumë i them shumë. Lutem. Po, jeto kështu, që duhet me mbyllë shpinë e me shku. Ja, burgut, a? Po shimej. Po shumë. Këtu jetoj ka pak të gjukata naltë, të gjukata themelore, kam një banesëve kështu, pak atje. Pak tu. Jam pensiones, për një shumë 77 vjeqar, më dojnë pension, edhe unë jam përgjur me naturë i Trepqës, ku punu me një restari të rëgjo me naturë 23 vite ku punu atje, tani 90 kur nga kanë, së një magjistrator me profesion, kur nga kanë largu sërpe i punën 90-ën, në shku me familje me një djallë edhe me shoqe, ta që mi po pak ma u rri djallë, ka kriju familje, ta që atë e personet ishtë atje. Si ka qenë, a ka qenë periudhë vështirë? Ikja prej Kosovës në vend tjetër, atër po një periudhë ma të shkirë që ki pa. Shefe, që ta në fash mu marrë në shpetonë s'di qa bëj. Jo me shku në 10 huj, po që ta është marrë në shpetonë, unë nuk di qa me bo, se e kom pas djallin 6 mush, kur e kom qënë në Gjermoni, s'kom ditë ku po shkoj sikur me shkue, në botën, jo më zhdyp, në Hamburg e kom pa një policë, veç ja kom qënë azel, edhe më kanë që me kërë policisë derin në Hajma atje ku është lemrimi. Unë jetoj një qytet për Hamburg një 20 km, i cehua që unë e qytetin tim, edhe aty i ku fitu leta që 35 vitim atje. Në momentin ti kur e lëshove vendin, sa zamra të temti për vendin që S'kum dasht vëlla me lëshu po të kalë realitetin se na jemi shalis Bajgorës, jetojemi në shalin Bajgorës, do me thonë na ka qanull bara të fshatë, jo ndikur, s'di sa me thunë, si di gjitha, na kemi jetu vetëm pe minjerës të tërko. Neve si na kalon puna, na zgjidhe të tërko s'kem pas. Edhe kom prit një 5-6 mujë thesha, mos për ndryshon diçka në Kosovë, edhe s'ndryshoj edhe na ka du për një kafshon buk, lomik. Sot sa i pishmon që e në venin në huj, në dheu në huj? Po realitetin me thonë që, pse kom punu, ka bo shpi, për shamë, këtu e kom shesh një të banes, dalte kom një, për shamë, kom punu, më ka bo krenar, për shamë, Gjermania, mjekësine kemi pa pare, për shamë, kemi bo shpia në Gjermani, këtu, mjekun e kemi qërve shoqe, ka po gjak dhe në kry para 20 vite, për shamë, dikon 5-600 euro ju ka bo operacione, asistent, unë e s'pagu që është, mjekësia tje kemi me sugurimin tem, për shembull, shoqja merr ndihma nga shteti që është e smundë për mushtive. Do më thonë, unë du shumë Kosovën, po jënë do rëdhona që nuk muna më këthi për që. Se edhe unë jam 7, e kam 60 në zemër, edhe unë e në frakt, jam i vjetër, 77 vjeqar, jam edhe tash në varna për mjekësia në Gjermani, për shumë. Këto në Kosovë pak ma vështirë. A së është një jetë e sigurët në krahasim me vendin ku jeton në Kosovë? Jo. A e të sugjeru fëmijëve tu për më ardhë me jetu vendin? Me realitetin me thonë kësa rëthona jo. Të apishe që po bëhet me këta rini. Me thika, po vrohen, me ndeshe. Për shambull, është shumë problem sot me shune një temin me orë një shkollë këtu. Unë na jem tonë shqiptar, po apishe që po ndodhëm. Nuk është jeta qa që sigurt. A është vendi pas sigurt për me jetu për brezin e ri? Deri dikur, jo krejt. Për shembull atje jetën të 35 vite, në ekses të vogël, unë as fëmijë, as çun, as djalë jam, as s'kem po. As to s'kam dashta. Po që unë vetëm që këqyri televizorin lajmet Gjerusone nuk ve, unë verës fri, dim në shkoj për shumë stash, javën që shkoj këthena për Gjerusone, unë e zvit ashtë gati 5-6 pujë zve, nuk di që ashtë, vetëm që më digjen
a din televizor. Gjë këto vite, sa të ka bo me pësu gurbeti, kë rrugtim? Vete është shumë i rroblo. Për para na ka bo rasti 5 vite, s'kemi ndëgju me familje tonë heqëpër. S'ka pos telefona, ka qenë luft, e sot gërbet majronë se gërbeti s'ka. Shamën se na Bajram, Ramazan, që është, na pa vaj, na as buks mune me hangë për shamë. Se unë jam për shamë, jam shku 39 vjeqar, së 7 vjetë kam. Së është ka laj, po që me po. Që mërzita ku shkoj mastestra, po s'ka këtu mjekësi, unë nuk u gjë me vendosë, me marë shush, me marë se shush në kom për mështime, që nuk muna me vendosë marë këtu. U e di që ka mjekësi, po këtu pak ma ndryshe si do ka. Ishte krasi shumë që takova një rëfim, një copës nga jeta, më falë për emocionet që të sjolla. Falë shumë. Por e matë mirat. Pak plak jam në kom emocionet, që tash me ta po në pikë gjakun, E kuptoj. shumë i them shumë. Lutem. Po, jeto kështu, që duhet me mbyllë shpinë e me shku. A une me zemër i sharë, besëm në Zot, i sharë si më haqji për gjysha dhe i fali pesu, po, që tash me më rogë, mos e bos diqka infraktus, diqka bëj kësha. Kja është, më falni në ashta pak, ju qëtësove dhe juve, po mu ka pështirë pak, po të thëmë realitet dhe gjermonisht, edhe Shqipja nuk... Mos ti me ra. Falemderit shumë, po në Por e matë mirat, Rujtë Zoti, falemderit që mërkuven. Falemderit shumë, po në